Në ambientet e shkollës së mesme të Bashkuara Sllanketa në fushë Bulqis, njësi administrative fushë Bulqis, është regjistruar një ngjarje e rëndë ku gjatë natës është vandalizuar klasa e 4 dhe kësaj shkolle. Ngjarja është konstatuar mëngjesin e së hënës, në momentin kur stafi pedagogjik dhe nxënësit janë paraqitur për të nisur procesin mësimor. Sipas burimeve pranë drejtorisë së shkollës, pamjet e para kanë qenë trondittëse, bankat dhe karrikat janë gjetur të dëmtuara, materialet mësimore të shpërndara në dysheme, ndërsa muret dhe pajisjet e klasës kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme. Menjëherë pas konstatimit të ngjarjes, drejtoria ka njoftuar policinë, e cila ka mbërritur në vend ngjarje për të kryer veprimet e parahetimore. Nga verifikimet paraprake dhe këshyerja e kamerave të sigurisë, mësohet se në ambientet e shkollës janë futur disa fëmijë, aktualisht nxënës të kësaj shkolle. Ata dyshohet se kanë hyrë nga pjesa e pasme e godinës, duke shmangur hyrjen kryesore. Pamjet filmike janë sekuestruar nga grupi hetimor dhe po analizohen për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes dhe përgjigjesit konkret. Ndërkohë policia ka shoqëruar disa nxënës dhe prindër të tyre për t'i marrë në pyetje në lidhje me këtë akt vandalizmi. Burime pranë hetuesve bëjnë me dije se po punohet për të kuptuar motivet e ngjarjes, si dhe për të verifikuar nëse kanë qenë të përfshirë dhe persona të tjerë. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në komunitet, jashtë kamerave nxënës, prindër dhe banorët të zonës e kanë dënuar ashpër këtë veprim, duke cilësuar si një akt të papranueshëm që dëmton jo vetëm ambientet shkollore, por edhe vetë komunitetin. Ata kanë kërkuar më shumë kujdes dhe përgjegjësi nga të rinj, si dhe forcim të masave të sigurisë në institucionet arsimore. Drejtoria e shkollës pritet të marrë masa për rikthimin sa më të shpejtë të normalitetit në klasën e dëmtuar, ndërsa hetimet e policisë vijojnë për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje.